E nisim tamam e nisim gjithën mbas shkollës së lartë ose në shkollën e lartë. Gjatë kohës që mbaroi shkolla, çfarë mendje kishe, çfarë dilemash kishe, edhe çfarë ndodhi më njëherë sa mbaroi shkolla? Shumica janë vit të tretë, por ka edhe nga viti i parë këtu në këtë audiencë. Pyetje shumë e bukur. Aty fillon gjithçka kur ishte gati duke marrë shkolla. Kisha një zgjedhje, ose më bë mësues për gjuhë tuja, ose me nis një rrugë që s'disha gjë se ku kam më çu. Edhe isha kështu, kisha zgjedhjen e kisha të kryer, se mësues kisha do mundësi me hyr, se me telefonate kisha zgjidhat punë. Ose një rrugë që isha gjë në botë se ku do më çuat, as kisha haberin se çfarë do bosha, hiç, zero. Kam kanë njëri pa busull, me dëshirën e mua me bë diçka. Ose ça nuk disha. E fillova rrugtimin e biznesit duke marrë një borxh që më dha për me siguru një vend punet në shtet. Ka ishte qëllimi. E kisha lekt, kisha njërin që po më futte në punë, se në Shqipëri kështu ka kanë kohë teme të paktën, nuk e di tash mund të ketë ndryshuar, po diku me lekt kena hyrë në punë. Në punë shtetit po flas, se unë s'kam bë punë shtetit kur, por kështu kam një për tjerëve. Kisha lekt, kisha mundësinë, edhe zgjolla që me ndryshu drejtim, edhe mas me hysi mësues i gjuhëve tuaja, zgjolla me provu me bë një biznes. Ata lek i mora borxh me qëllim tjetër, po shkune te një biznes që unë nuk isha i përgatitur as me aftësi, as me dije, as me kompetenca për me çu përpara, u futa te një tip lokali të afër universitetit, ku unë e provova futa shumicën atij kapitali që isha marrë borxh, ishin diku te 4 milion lek të vjetra, futa një 3 milion e kusuar aty. Investova, sistemova për unë lokal për të zi, fillova t'u angazhu dhe vetë aty. Pra 2-3 muaj e kuptova që nuk ishte ajo që unë isha tu kërku, pavarësisht se eksperiencën si bariste kisha punu, nuk kam ly shtëpia, kam punu gjithë lloj punë që jam shumë krenar për punë që kam bërë deri më sot. Pavarësisht se shumicën i kam lënë vetë, dikun më kanë hek prej punët, se isha jo fort i rregullt si natyrë. Dosha me bë ç'a dosha vetë, jo ç'a më thoshin tjetër. Edhe i hodha parë të biznesi, ra me grup, nuk funksionoi kur gjë. Bëm tana tentativat, mas 4 muajve, mora mrapsht nga 400.000 lek vjetra dhe ndërkohë s'disha kur gjë ç'a me bë. Isha 4.000 lek borxh pagu. Po kjo dilema që kishe përpara edhe zgjodhe biznesin. Pse? Çfarë po ndodhte në vendimet e tua? Unë me vetin tem domethënë kisha bëj pakt. Nga që kisha punu edhe punë fizike, edhe punë që jam bë me boj ton trupin, ose punë që nuk i dosha. Unë kam të gjitha punë që unë kam bërë që nga mosha 15 vjeç deri në moshën 24 vjeç që janë kanë punë që nuk i dosha, përderisa si isha do i bëma. E provova ças bana dhe thash me vetë, tash unë du, domethënë me vetin tem e thosh, unë du një punë që të mos nyhem, du një punë që s'kam të bëj me forcë fizike, du një punë që jemi veshur mirë, nuk disha gjë në botë se ç'a du, por i taj disha. Du një punë që të kem bëj me njerëz, kaq. Këta ishin, domethënë, ato gjanat që unë dosha për vete. Du një punë që të kem mundësi kohën time me pas në dorë vete, jo me ma pas kusht tjetër në dorë. Prandaj ishte mos zgjedhja e mësuesit, se mi bite nesh gjitha këtyne. Po veshje mirë do isha edhe me njerëz do kisha. Po prap nuk kisha lirin, nuk kisha kohën, nuk kisha mundësi me u do të millon llogari, do një drejtori që e ka vu dikush në punë aty edhe mund ishte më ignorant se unë, a kupton? Tu i di gjitha këto thosh, diçka ti lot ana e ta bëj një provë, a di? Se edhe borxh jam, s'kishte kush më i pagu lekët e borxhit, vetëm unë duhet të më i pagu. Mbi 80% e këtyre që janë këtu, po dhe ata që s'janë këtu, këtë kanë arsyeën që ka nisur një biznes në fakt, që
duan të jenë të pavarur, edhe nuk duan që dikush t'i drejtojë se çfarë të bëj. Në një lloj formet, na do i përshtatena dikush se do japim shërbim një komuniteti, dikujt, një njerit, një kompanie çan si ka, por të paktën kur e kena kohën tonë në dispozicion, jena si me thonë nën kontraktor të dikujt ose shërbejmë dikën, por me kompetencat tona, edhe dim vetë si menaxhojmë kohën, aja mund të quhet një lloj lirie në kohën e sotme. Ti nuk je i lirë se je sipërmarrës. Se ku je sipërmarrës, je 24 orë sipërmarrës, jeton ditën punë. Por ajo liria e zgjedhjes është liri. Liria e zgjedhjes më bëj tash du me punu. Tash du me ik me pi kafe se njështu më teket. S'kam dëshirë me punu. Por faturat unë kam i pagu prapë, kështu që unë e di unë kur punoj. Unë mund punoj natën, unë mund punoj ditën, unë mund punoj kudo. I kja lloj lirijet është më e vlefshme për mu se sa lekë të një rroge. Pastaj si kaloj te pjesa e real estate-it apo nuk kaloj direkt mbas kësaj? Në momentin që u shputa për aty që nuk disha ç'a më bë, kisha duke bë një hulumtim online në Google, 2-3 ditë rresht si të baj lek, si të fitoj kaq lek, do pyetje që s'kishin kur përgjigje atin. Po kërkoj një moment që kur më rezonoi një fjali që më nxiti. E fjalia nuk nolin gjonat rastësisht. Gjonat nolin se ashtu duhet me nolin. Çdo eksperiencë jona vjen si pasojë për më na përgatit, për më na çu dikun aty ku jena të destinu me shku. Kjo ka kanë destine fati jem, që unë një lloj forme të kam kriju me zjellit që unë kam bë. Por që në momentin që vetë isha duke hulumtu në internet, do një fjali ma tërhoqi vëmendjen. Në qoftë se ti do ofrosh shërbime të mira, ta mund kthehen në biznes shumë fërdhans. Atin, kam si fjali mungulit, thosh, shërbime, ma e fjallë të bëha pyetje vetit. Çfarë shërbimesh? Muaj të uplet e fjallë të shkujt. Shërbim pastrimi, shërbim kështu, shërbim ashtu, shërbim kujdestar për të më shumë, shërbim babysitter, shërbim fillon të ushtu shërbimet, Ma ja thon, po si ti gjej këta njerëz unë që ofrojnë këto shërbime, edhe ku ti gjej klientat që ti lidhi me këto njerëz që kanë nevojë, atë? Ishte një lloj ndërmjetësimit që ishte të bëhun. Edhe fillova duke ngjit postera nëpër qytet. Dalsha natën se kisha zër me dal ditën. Dalsha natën i ngjitja posterat nëpër qytet me numër telefonit, ishin postera thjesht këtë në format A4, por shkrimi ishte aq atraktiv sa mbi te telefoni 20-30 herë në ditë. Domethënë vetëm me një thirrje këtë lezetshme u shtyshin njerëzit me marrën telefon. Për shërbime të ndryshme? Po, u kriju më një tip zyre punësimit. Unë gjesha punë njerëzve, dikuj i ofroshej shërbim, dikuj punë, dikuj i gjomën, i dola nëpër fabrikat, e pashit tanë ata që kishin fabrika kishin nevojë për punëtor. E unë kisha punëtor. Po ti bëjmë bashkë, fitosha pak aty, po mas një 6 muajve pashja është shumë e zorshme për me e vazhdu, po e vazhdova. Po kisha një qasje tjetër nga real estate. Një djalë vjen në zyrë që nuk e njifsha, më thot mu, a keni shtëpia me shit, më thot mu. Na ishim zyrë për shërbime, shumë me shtëpia, sa kisha idenë se si funksionon real estate. I tham, po kena. Shështë më kushtu mu. Po te por. More numër e telefonit, dole të kërku shtëpia. Ma ne, fillat të hulumtu si funksionon kjo. Shkohet e 1-2 agjensis ishin më të vjetra. Shkohet si klient për me kuptu që s'disha gja më botë se si funksionon. Dhe kujt me i thanë s'ta të regohet e gja. Tu më ladh informacion, të kuptu si funksionon. I mora tanë seksirat e Shkodër, që s'kishin zyre, i thash hajdeni. Jo reklamojnë tanë shtëpiat në internet. I mora tanë shtëpiat e tanë, i fotografova, i reklamova tanë në internet, unë u bana i famshëm, se i reklamosha tanë në emër tem. E tanë vishin mu klientat, e unë i gjesha zgjidhje atyne. Unë isha zgjidhje atyne, se ata s'kishin qasje në internet, tanë burra. Qa viti, vetë fjerë? 2010-2011. Ishte koha kur në Shkodër nuk reklamote kush në përfaqe. Unë isha ba mjeshtë i Facebookut, i grupet, i qasha,
Facebooku ishte në pupa në ato momente, unë isha vetëm me emrin jem delta, emri numri jem i telefonit. Tani një gjë, ti ke bërë një gjë që se ke pas fare problem dështimin. Si ka mundësi? Çfarë ndodhte në mendjen tënde që Gëzimi jem më i madh ishte me nxjerr lekët e siros. Kisha një muj kohë me menu se si me nxjerr lekët e tjerë. Okej, pra ishte presioni, po mirë për te kënaqësisë, po isha i lirë më burr, për herë të parë e hapsha zyrën kur do shkosha në punë, kur dosha vet, ikisha kur dosha vet, ishte kënaqësia më e madhe që kisha marrë tan ato vite, që duhet të më u përgjigj dikujt për gjithçka. Okej, mbase ti ke fituar këtë se ke punuar përpara. Po. Se për shembull unë nuk e kam bërë biznesin direkt, edhe unë e kisha shumë vështirë të shisja. Më duheshin ja 5 vite punë, jo 3 vite punë që do nisja të shisja. Pra ti e ke kaluar këtë eksperiencën gjatë shkollës. Unë kam qenë njëri domosdoshmë social, unë edhe kam pas një rreth njohje shumë të madh. Domethënë më shumë njerëz më njihshin se sa i njihsha. I basha me dorë 70% nuk ja disha emrin se si ishin, po domethënë kisha kontakt me shumë njerëz, atë se vet puna në bare, në vende të ndryshme, respektin ja japsha njerëzve, atë njeriu duhet me kanë i sjellshëm për me dash me jetë. Nuk duhet me kanë harbutin se do kujkush. Unë i sjellshëm si natyrë. Foli edhe kur erdha te biznesi, që hapa biznesin çdo kush në vite që i tregosha idenë, unë s'kisha vetë një karrige tavolin kisha mbrën, ku i tregosha idenë e biznesit, ka me tet sot. Ka me tet, atin e marrsha si feedback se unë isha, atin unë realisht e besosha, po kajherë kur shifsha thosha, ç'a jam të bëj, po jam të ec tamam në rrugën e dua, ç'a jam të bëj, s'kam kur gjë. Po kam pas një zjarm për kjo pjesa është e eksperiencës, sepse këta edhe unë kam fituar, po më është dash punë ta fitoj. Është ajo që kemi diskutuar shumë herë që nëse nuk nisën ta provosh, nuk ka libër që ta mëson se si të përballesh me dështimin, edhe në rastin konkret, Amarildo se ka pas fare më problem përballjen me këtë lloj dështimi, ose më saktë ka pasur zjarr shumë të madh atë suksesin. Edhe e kompensonte se të gjitha kanë problem. Unë kam pas një problem më të madh se ç'mund ta ketë çdo njeri. Unë kam pas një ngërç emocional që kisha bllokim në të folur. Domethënë, imagjino, edhe atëherë kur hapa biznesin, ai ngërç ishte domethënë drejt zgjidhjes, po kia e kisha. Domethënë, kur dote me thon diçka, kisha përballë një person që e konsiderosha më lart se veti, në njohuri, në pasuri, në diçka, unë u bllokosha. Edhe kur më kërkuat diçka u bllokosh, s'musha me thënë fjalën, edhe fytyra jam u bote kuçu, neshin emocionet më negative në trup, unë isha si like shit. Po në rastin kur zhgënjeje dikë, se për shembull i thoshe po kam real estate ose po kam këtë. Nuk e çuj zhgënjim sepse me thon një po, më dhon shpresë dikujt nuk ka zhgënjim. E kam marrë si nuk ka si ikon në shujeta për një po që unë i kam thonë. Thjesht ai mund të ketë net me shpresë se mund t'ia xhajon, po ka shkuar në 10 agjenci tjera me kërku, kështu që vërtet. Unë nuk ka se i kam premtu gjë me firme me kontratë që e ketë kryme, atë. Unë do baj më të mirë, unë nuk i premtoj gjë kujt që s'di me bose, që nuk jap diçka. Unë jap atë ç'a di me bë, po bë mirë për tonë, atë. Se shu funksionon biznesi jonë, është një lloj si domethënë premtimit, po një kontratë fikse që unë do baj këtë në këtë datë këtë donovën, është gati e pamujtur me ndihmu të gjithë. Është vërtet, është edhe kjo pjesa e marrjes së riskut edhe përgjegjësisë për dështim. Pra, ne marrim risk si përmarrje, po aman edhe përgjegjësinë që po dështuan vetë kemi përsipër, nuk është se e ka fajin dikush. Edhe ky është ndryshimi. Përgjegjësia po. Momentin që ti vesh gishtin dikujt, ke 3 gishta që ja ke kthy vetit. Kështu që përgjegjësinë duhet me po për vetin. Çdo gjë që nuk shkon, çdo gjë që nuk funksionon, çdo gjë që na jetu bëa nuk ka ashtu dalë ashtu si duhet, nuk ka faj kërkujt përveç fajit tonë. Se gjithmonë ka një mënyrë për me e bë më mirë, për me e zgjidh më mirë, me e bë me funksionu. Derisa dikush e ka bë, mundet edhe dikush tjetër me po. Nuk ka gjë që s'është e bë. Tani prap ky elementi i marrjes së riskut është ai që ty të bëri të postojë në Facebook dhe asnjëri tjetër nuk poston në Facebook. Kam përshtypjen apo? Unë kam kanë me idenë që nëse ti do bash diçka që dikush tjetër nuk e ka bërë, do të zesh një pozicion të mirë. Edhe unë këtë kam bërë që me idenë e parë që hapa zyrën. Do ofroj një zyrë shërbimesh. Agjencia e shërbimeve ekstra, kështu. Emrin.
Edhe kështu ja kam banjit, agjencia shërbimeve ekstra. Edhe vetë kam ofru shërbime duke ba një gjatë që se ka ba as një tjetër në qytetin e Shkodrës. Bile ba me e ba këtë gjatë në Tiranë dikush sot, mundet m'ja pa hajrin sepse ideja është fituse. Pavarësisht të manena që duhet punë, nuk diskutojnë këta. Po ideja është fituse, funksionon. Njerëzit kanë gjithmonë nevojë për shërbime, do kenë gjithmonë nevojë për shërbime. Po tash unë duhet me dalë për shkak me lyp një do bërë fëmin nërmiq. Ndërkohë që mund të jetë një pikë, një institucion ose një lloj biznesit që mundet me ma ofru, jo këtë, po të gjitha llojet e biznesit, gjitha llojet e shërbimit që mund të kem nevojë nesër në shtëpi, domethënë si ide ko kanë fituse. E kam zbatu, e kam vazhdu me vite, ma ne u futa te real estate, si të thash. Ka pas rrugë në fillimet, po flasim vetëm për fillimet në momentin që studentët janë. Ka pas njerëz që të kanë kritikuar, të kanë ofenduar, janë përpjekur të luftojnë ose tashi. Luftën më të madhe zakonisht ne kena me familjarët tonë. Gjoja por është që ata s'kanë besim te ti. Jo se nuk dojnë që ti me ecë, por nuk kanë besim sepse në këndvështrimin e tyre ti do ja fut kot. Edhe duke dashur me të mbrojt nga dështimi, që është gabim. Njëri duhet me dështu. Duhet me dështu sepse nëse na mësojmë me dështu me dinjitet, jena të marrë leksionet më të mira që na duhen në jetë. Unë kam pas nga nana jeme, që më pyet një ditë mas një vitit që kisha hap zyrën, që ndërkohë një muaj e kisha marrë bosh dikun e kisha pagu vetë, aty një isha rap çap isha. Edhe më pyet mas një vitit, më thot, si po shkon puna te zyra? Po mirë, thosh, hajti shtu. Tu mundu me shtytisi. A i tu mujt me pagu qëran, po ne fitim, janë e kushe di se qa di, qanat vogla. Po pse se më qaj pagun kot ata qëra, më thot nana e ma ati që, qaj pagun kot? Edhe mi preu pak kratë, më thonë drejtën. Ku ta thot, nana, ndërkohë që unë me vedin isha shumë krenar, se isha të i fitu lekt vetë, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 qënësi ka isha të i dzerë lek nga hiqi, nga i det. Nuk isha, që kam kanë pak kështu, teorik, kam kanë gjithmonë. Do më dzesha ide, e baba e më thote, ha marrë me këta teoritë të tuja, më thote, gjithmonë, ha marrë me këta teoritë të tuja. Po gjithmonë teori kisha, në ditë ide kisha në përkry, po asnjëherë nuk i kisha vunë zbatim. Edhe, i thamu non steme, një gjë i thamu, unë pa e mylli zyrën, i thamë, por gjdo lek që të kemë nevojë, do vi shkapetem të ti. E më pao edhi, se unë e bana me provokuse, e di, nuk do ta myllë sa zyrën, se nuk isha në kushtet me myllë, unë atë isha nezë, thosha, kalova i vetë, jam mirë, si isha të fitu lek, po s'ka gja, që rëndësi ka që jam ala gja, jam ala hap, tash i janë të orë ma shumë njerëz, futa shërbim sigurimesh, futa s'la gja, pa futa 30 shërbime, veç vishin njerëz. Ka si lek, po qënë si ka, njerëz vishin. Hajde njerëzë, shko njerëzë, gjeta i shpika edhe i strategji si me zjarë lek të qiras të bakten, edhe i si strategji shumë e bukur, që mund të ndajnë që se kini me qef. Edhe meti në aneme, i thëmë, po se kam me të keq më i mamë, thot mu, po i të pagu lek koq, shiko i thëmë, e vetë mja njëmë që du për i teti, thamë, mas me më dekuraju. Nuk kam nevoj për kur gjo, as për lek, as për kur gjo, veç mas më dekuraju. Mjep shtys, ose mas më thuj kur gjo, ma mi. Aty u mëllë dhe më thonë si diskutim, nuk u pa të ba ma, por gjithmonë do keni njerëzit që keni ofër, do i keni si gurë në qantë. Shumicën e rastit. Nga dashuria dhe frika e dështimit që kanë ata. Frika e dështimit edhe dashuria që kanë ata për ju për mas mu lëndu ju. Po nuk do të thotë që ata të dojnë të keqen asnjëherë. Mu mbas 10 vjetësh ma vazhdon të ma thoshte këtë. 10 vjetë? Jo, unë ja kam prej fillë shkort. Pas 10 vjetë se unë i kisha shpenzimet 60 deri 30.000 euro. Frika edhe... Një shpinë muj.
ishte shumë e madhe, po nuk e kuptonte asnjëherë pse unë 68.000 euro i kaloja si shpenzime dhe për vetëm merja rrogë edhe mbas 10 vjetësh, sepse ishte vlera e aseteve e tjera. Po, sa kohë u desh që ti ishe pak komod në nxirjen e legëve, pak komod? Se asnjëherë si jemi komod, po. Mas vitit 8 kam fillu me doli fije nga situata. Do viti po e dytë ka kanë eksperimental total. Nuk ishe asnjë lloj opsionit për me u dorëzu, sepse ishe tu rrit për ditë, ishe tu një mirë, edhe gjoja që unë i thosha njerëzve kam gjetë vetin të kjo punë, do thënë, e konsiderosha punë se ishe tu punu vetë. Isha vetë, i po, i dyti, i treti, ma ne vishin djetë, si s'kisha tjerë. Isha vetë. Unë me gruën, pak gruja u angazhote, unë pak, ma ne, po të me mori një gjysh që na hapte nga mjët e zyren, për me në, gjysh ishte, hapte mjët e zyren, rrita aty, prite njerëzit me se, kujtosh sa baba jem. Unë i kisha marrë punë jep 100.000 lekë muj. Pa i të ne kot ishte. Ati një ishte i figurë shu, figurë mje, pa i kishta një 2-3 prona, që kishte shiti, kishte ble dita e paka shumë, më mora i ardhi aty, ku i pëlqete zjarëmi që kisha, unë, hajtë, fute, i lek, sa problem po rritu, merë me një. Çfarë ka qenë sajesa më komplekse, nëse ka qenë kjo e zyrës ose në këto 3 vjet dhe pastaj kalojmë me zjarr lekë të qiros, unë e pash ishte vështirë me këto punë, të dinë se mu duhet për shembull e fuça një orë në punë. Ai ishte një muaj në provë. Mas i mujt merrte rrogën, kur merrte rrogën ai kishte më mund mu diçka, edhe ky pronari kishte më mund mu diçka kur e pranote që ishte në rregull punë. Do të thonë mundohet 2 muaj me prit me marrë lekë të mia, kur merrte rrogën e tjetrit që kishte më mund diçka që i kam gjetë punën edhe ai ma shtyte. Do të shkote 2 muaj gjysmë me marrë lekë të një pune të këtyme para 2 muaj gjysmë. Do të thonë ishte shumë larg, unë dosha lekë sot për sot. Edhe këtyne që vishin me gjetë punë, i bana një formular. Ku i thosha, për me apliku për punë, duhet me pagu 25.000 lekë vjetra. Edhe në qo se unë ty, mrena një vitit, nuk të gjaj asë dhe një punë, duhet t'jap lekë tuja mrapsht. E kishe formular, me firmë, me vullë, me tana, edhe ishin edhe rregullat. Rregullat ishin që qo se unë të marsha herën e parë, e ti supergjithshe, ikte një mundësi. Qo se të marsha herën e dytë, e ti spranoshe, ikte një mundësi. Qo se të marsha herën e tetë, nuk u bëhet e gjo për punë, në lekë nuk t'i kthesha, ma, se unë i kam bëhet tentativet e mija. Po, dhe kja ishte fair. Po mu doshin 8 vetë muj me t'zja qiron. Ka që ishte llogaria, 200.000 lekë kisha qiron. 8 vetë muj, 25.000 lekë për njëri, kur dalshin 8 isha, tash po na dojnë lekë mirë, pas na dojnë s'ka gjo, se iku qiroja. Kisha uje drita, gjona, interneta, gjona, po ishin gjona kështu. E kështu kalon, do 2 vitet e para, kështu ka pa nevoja. Tani, nëse do e nisje prap nga e para, ç'a do bëje ndryshe vitin e parë? Ç'a do bëja ndryshe? Shiko, viti i parë është se me kanë tu rrit një beb. Ju s'keni fëmijë, besoj asnjëri. Jeni të ri, por kur rrit një beb, është dhe biznesi, identik. Na kanë thonë në Britanime, po është domosdoshmë gjoja ma bukur që është thonë në Britanime. Në vitin e parë, fëmijës duhet milon me hangër. As është i zoti me ec, duhet të rreshton kohën mi kry, do të kesh gjithçka all in focus. Vitin e dytë fillon e ec, shkapetet rrëzohet, prap duhet milon me hangër, më kujdes për te. Vitin e tretë të merr vesh, vitin e katërt e kështu me radhë. Tash unë te biznesi jam adoleshent. Adoleshenti është çfarë fluturon hajt, njësoj identik është, bëme po jeta e biznesit është original si jeta njeriu. Vërtet është. Po nëse do kishe bërë diçka ndryshe, pra jo të gjitha, po diçka ndryshe do kisha dashur me pas një njeri që mullzon, një mentor ose një njeri që ka aq dije sa me të kallëzu rrugën, që mas kishe pas nevojë me bë tana gabimet vetë. Po të kishe pas një njeri që mund të kishte kallëzu rrugën ose më kishte kallëzu diçka si me bë më mirë, ndoshta nuk do më ishin dash shumë vite për më arrit, tuko jam do më ishin dash ma 1/3 ose më pak.